tani ne bëhemi gati, sigurisht që banaku ynë duhet të mbushet me përbërës të tjerë. Çfarë gatuajmë tani? Të kalojmë në publicitet dhe pastaj e gatuajmë apo kjo lidhet me... Jo, sepse ka një recetë tjetër, lidhet. Do bëj thjesht një dip, një salcë shumë të thjeshtë që të shoqërohet me makaron me qoftet e... Okej, e tregojmë pak përbërësit e kësaj salce, që do të jetë shumë dimensionale. Është shumë e thjeshtë. Mua këtu më duhet të kem majonezë, salcë kosi, normalisht shkon shumë mirë edhe me pastat, sepse janë djetë që janë të thata edhe nuk shtoj. Nga ty tek cepi pjatës i shtojmë nga kjo salca, por duhet keni parasysh që kjo salcë mund të jetë universale dhe e përdorshme edhe në shumë gatime të tjera, në ato qoftet që kemi përgatitur më përpara. Salca me hudhër, edhe shkon me hudhrat e pastës, 3 lugë gjelle kosi trash, 1 lugë majonez, 2 thelpinj hudhër të grirë imët, majdanoz sërisht i freskët, krip, piper i zi. Përzjeni mirë, zjedhim disa prej gjetheve të marë sërish një taljer. Zgjidhni një salcë kremoze, si që është salca e erzenit, që e përdorni pastaj për shumë receta. Në fund t'ja shtoni dhe majdanozin, se ruan atë freskin. Nëse doni t'i jepni një shije pak më të veçantë, mund t'i shtoni 2 pika limon. Po, sikur e përforcon atë shijen e tërë masës. E gjitha kjo në frigorifer. Ne do t'a tregojmë pas reklamave se me çfarë do t'a shoqërojmë tjetër këtë salcë kremoze me salcë kosi dhe me majonez. Rikthehemi pas hapësirës së reklamave.